Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin e radhës të Qendrës së Alert. Në kuadër të projektit Rinia Aktive për Politika të Qëndrueshme, mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, kam kënaqësinë në këtë podcast të radhës të kem Jasminën Sengla. Po e përkufizoj si një aktiviste, por portofoli i saj është vërtet i gjerë. Do diskutojmë në këtë podcast në lidhje me ndikimin e ligjit tek të rinjt edhe përfshirja e shoqërisë civile në të gjithë domenin e saj të gjerë, së bashku me ligjin për rinin. Përshëndetje Jasmina. Përshëndetje Klajdi dhe shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e imja. Ligjin është ka një përfshirje, ka një trajtim, ka shumë fusha që ajo i trajton. Por në këtë podcast dua që të kemi një fokus, të kemi një trajtim, të hedhim dritë mbi shoqërinë civile, të rinjt edhe ligjin në këtë trekëndësh. Mendoj që një element që duhet trajtuar, duke filluar nga një plan i përgjithshëm, do ishte përfaqësimi i ligjit. Pra, ky ligj sa i ka përfaqësuar të rinjt. Ti je vetë një ere që je angazhuar, që ke sjell idetë e tua, ke sjellur perspektivën edhe të rinjve të tjerë, pasi je përfshirë në mënyrë aktive në ndryshimet edhe në propozimet për ndryshimet e ligjit. Që mendoj ke një qasje para dhe pas të këtij ligjit. Shumë faleminderit për pyetjen. Unë me thënë të drejtën mendoj që ne si të rinj asnjë lloj ligji nuk mundet na përfaqësojë. Kjo jo për shkak se në vetvete ligji është i keq ose kemi ligje të këqija, por më së shumti për faktin se në përgjithësi vetë ligjet nuk e kanë këtë lloj qëllimi, pra qëllimin e të përfaqësuarit të rinjve. Në thelb, ne si të rinj, ne vijojmë të jemi qytetarë të Republikës së Shqipërisë dhe kur vjen puna pastaj tek përfaqësimi, neve gjatë përfaqësohemi, si më thënë, nga deputetët që ne zgjedhim, njëjtë si gjithë qytetarët e Republikës që zgjedhin, sikurse përfaqësohemi pastaj edhe nga ana e kryetarëve të bashkisë. Por nëse unë do të flisja për pjesën e ligjit për rinin edhe për të folur pak më tepër se si ky ligj neve ndoshta na ndihmon në drejtime për shembull si fuqizimi kapaciteteve tona që ne të përfshihemi në vendimarrje, unë mendoj që ligji në përgjithësi është i hartuar mirë. Pra ka një lloj hapësire aty brenda që ty të lejon vërtet si i ri që ti të përfshihesh. Vetëm se nëse do të thënë neve do ta mendonim si një tip shkallareje, mënyra se si neve mund të përfshihemi ngelet vetëm në rrafshin konsultativ. Pra ne jemi një grup të rinj që mund të kandidojmë, pra të aplikojmë pranë bashkive për shembull për të qenë antar të këshillave vendor të rinisë, ose mund të kandidojmë për të qenë antar të këshillave kombëtar rinor, këshillit kombëtar rinor më specifikisht, njëjtë siç unë kam patur mundësi të bëj dhe shumë fushatar të mirë përgjatë këtyre po themi 4 viteve ku ka ekzistuar po themi si program. Por nga ana tjetër do me thënë për te konsultimit, pra agjencisë konsultative aty brenda, ne kemi të vështirë që realisht jemi të trajtuar si partner, flasim në vendimarrje. Kjo këtu mendoj që vjen edhe në saje për shkak se ne kemi disa mungesa në terma kapacitetesh, po është edhe çështje e problemit vizionit që kanë në përgjithësi institucionet. Jo sepse nuk e duan domosdoshmërisht, po sepse faktikisht është e vështirë që ti t'i përfshish të rinjt, flasim realisht si partner në vendimarrje. Kjo është sfidë që nuk është vetëm në kontekstin shqiptar, është në të gjithë Evropën edhe praktikisht nëpër Evropë kjo njihet me një term. Përgjithsisht si term ai ka të bëjë kryesisht me këtë pjesën e tokenizimit të rinjve. Pra deri tani në nivel politikash rinor ne kemi arritur deri në fazën që neve të luajmë imazhin e të rinjve, ti kemi prezent në tavolina, të përpiqemi gati edhe të afrohemi tek të dëgjuarit asaj që ata propozojnë, në një farmase nga ajo që dëgjojmë ti marrim edhe ti kthejmë, ti bëjmë pjesë të ligjit, sikurse në një masë të madhe kanë bërë me këtë ligj, por akoma jemi shumë larg drejt realisht arritjes së shkallës më të lartë të bashkëpunimit mes të rinjve dhe institucioneve, që në fakt është partneriteti. Aty pastaj duhet punë edhe nga ana e institucioneve, po duhet punë shumë edhe nga ana jonë si të rinj. Pra unë e shikoj si më thënë si gërshet. Nuk është faturë që i ngelet vetëm një rësan. Është e vërtet, më thënë, elementi që mund të kemi një shfrytëzim të figurës së një individi të ri për arsye të ndryshme. Por në perspektivën tënde mendon që kemi një mbrojtje, mendon që kemi një hapësirë të sigurt që të rinjt ti minimizohet rreziku, që të thjesht të shfrytëzohen si një figurë që po ne jemi një tryezë e përbashkët edhe kemi pjesëmarrjen e të rinjve që kanë të drejtë për të ose kanë hapësirën për të ndryshuar. Mendon që ligji e ka trajtuar mjaftueshëm apo jemi disi herët për të parë këto efekte?
Unë mendoj që hapi më pozitiv që ka marrë ligjin në drejtim të kësaj, pra që të shmangi tokenizimin e të rinjve. Tokenizimi është thjesht shfrytëzimi i imazhit, domethënë, që të mos e themi me fjalë shumë të vështira. Po hapi më i mirë që ata kanë marrë është që një praktik të mirë që ne kemi pasur tek Këshilli Kombëtar i Rinisë, që ka qenë bashkëkryesimi i mbledhjeve, ata e kanë zgjeruar edhe tek këshillat vendor të rinisë. Pra, nëse më përpara për shembull kemi kryetarin e bashkisë, i cili do të jetë personi përgjegjës i cili domethënë e kryeson Këshillin Kombëtar të Rinisë, tani nuk kemi më vetëm kryetarin e bashkisë, por do jetë edhe një i ri nga ata që janë, si më thënë, antar të këshillit. Kjo është hap, si më thënë, që vërtet mund vlerësohet si diçka pozitive. A ka vend aty dhe hapësirë për të punuar më tepër? Patjetër, por ama çfarë unë mendoj se, si më thënë, ngelet limitim i çdo ligji është që sado që mund të jetë i shkruar mirë në letër, nëse s'ka vullnet politik për të zbatuar, në fund të ditës, ajo ngelet vetëm, si më thënë, farës shumë e bukur, por do me thënë nga ana tjetër kthen diçka edhe si frustrim. Është një element që mund të gjendet në shumë, jo vetëm në këtë ligj, po në shumë iniciativa ligjore. Në momentin që vërtet nuk kemi një ekzekutim të mifillt, atëherë rrezikojmë që nuk do kemi përmbushjen e ligjit vërtet siç e duhet. Po, siç e ka në frymën e vet, po edhe në atë që realisht neve si të rinj kemi kërkuar. Ndërsa pastaj nëse do t'i futesh edhe pak më në thellësi pyetjes tënde, pra nëse ka mekanizma të tjerë që neve na mbrojnë përballë këtij tokenizimit, krahas po themi përpjekjeve minimaliste nga krahu i ligjit, sepse unë mendoj që kaq edhe ligjet mund bëjnë. Vetmja gjë mbrojtëse që ne kemi si të rinj, pastaj është thjesht vrulli që kemi vet. Në sensin është niveli ndërgjegjësimit që ne kemi në raport me rolin ton, sepse jemi tek ajo tavolinë, niveli i kompetencës që ne kemi, pra sa mirë ne e njohim tavolinën ku bëjmë pjesë, sa mirë ne e njohim për shembull atë kryetarin e bashkisë, çfarë kompetencash ka ai, çfarë kompetencash ka për shembull Këshilli Bashkiak, ose a bën sens kjo gjë që unë dua të kërkoj për bashkinë time apo dhe tjera me radhë. Pra kjo një lloj njohurie që neve mund të kemi, dhe përveç kësaj njohurie, edhe si më thën vrulli dhe dëshira që neve si më thën ta modelojmë atë realitetin ku jetojmë, jo thjesht të jemi aty edhe të kapemi në një foto tek Këshilli Bashkiak, praktikisht nëse do të ishim duke folur për këshillat e vendore rinore, kjo është ajo që neve na mbron. Po për të rinj që janë duke na ndjekur, edhe për të rinj që do përfshihen në këtë projekt, cilët në një moment ose në një tjetër kanë për të dalë në këtë platformë, edhe dashje ose pa dashje do kenë një moment që fokusi do jetë tek ata. Si mendojnë që këta të rinj, adoleshent, mund të mbrojnë, mund të informohen, çfarë duhet të kemë me kujdes që vërtet ata të japin fokus punës së tyre, atë çfarë synimi kanë patur për atë nisëm lokale që duan të zhvillojnë. Unë mendoj që mjetet më të forta që ne si të rinj mund kemi, veçanërisht në ditët e sotme dhe duke llogarit realisht se çfarë kapacitetesh janë, është në spari të ezaurojmë mirë dijen që kemi. Unë do t'i sugjeroja të gjithë të rinjve që vërtet duan të bëjnë diçka ose duan të bëjnë një ndryshim, e parat mos lënë, si me thënë, asnjë lloj hapësire ligjore pa e, si me thënë, minimalisht lexuar. Pra unë do t'i ftoja jashtëzakonisht shumë ta lexojmë me kujdes ligjin e rishikuar për rinin, dhe jo vetëm ligjin e rishikuar për rinin, po varësisht nga iniciativa që ata janë duke parë, duhet shikojnë edhe për kuadrin rregullator që është. Jo të gjithë ne jemi ekspert ligjor, ama nga ana tjetër kjo neve nuk na ndalon që të jemi qytetar të angazhuar që të marrim ligjet dhe t'i njohim. Sepse duke njohur kuadrin rregullator, edhe vetë problemet që ne duam të zgjidhim, praktikisht neve i kemi më afër në sensin që neve mund të kuptojmë pak a shumë se ku duhet i çojmë ato lloj problematikash. Duke i njohur më mirë ligjet, ne e dim se kur t'i shkojmë kryetarit të bashkisë, e dim kur më mirë t'i shkojmë Këshillit Bashkiak me i letër, e dim kur më mirë për shembull ja vlen me shkuar dhe me çuar për shembull not proteste tek Ministria për Rinin dhe Fëmijët, sikurse e dim edhe se si për shembull mund ta drejtojmë një letër të hapur nëse ne duam për shembull të përdorim mediat për këtë lloj qëllimi. Por njohja e mirë flas e ligjeve është shumë e rëndësishme. Në terma pastaj të kësaj njohjes ligjore, çfarë unë mendoj që të gjithë të rinjtë të Republikës së Shqipërisë duhet se s'bën ta kemë parasysh për këtë ligj të ri që po vjen, janë grupet jo formale rinore. Grupet jo formale rinore, sepse përmes grupeve jo formale rinore, atyre mund t'ju jepet mundësia që një iniciativë të caktuar që ata duan ta zhvillojnë në bashkinë e tyre,
të kenë mundësinë ta ngrejnë përmes bashkëpunimit me deri në 4 bashkëmoshatar të tyre. Pra unë do t'i ftoja shumë të rinjt që aktualisht ndoshta janë duke na ndjekur në këtë moment, që praktikisht të mendojnë edhe të ngrihen edhe të organizojnë grupet e tyre jo formale. Ju duhen vetëm 4 persona, të cilat ndajnë të njëjtat vlera dhe qëllime me ju, në mënyrë të tillë që ju vetë nisni gradualisht dhe të bëni gjëra që realisht munden ta transformojnë komunitetin tuaj. Ka ende pengesa në këtë drejtim, në sensi që momentalisht minimalisht paktën ndjenin intime, por edhe nuk di më tej. Ne nuk kemi ende, si me thënë, rregullimin e plotë se si supozohet funksionojnë programi nismave komunitare, kështu njihet domethënë ky si program kuadër të ligjit të ri. Por, çfarë është me shumë rëndësi, është që ne duhet jemi aty për të lobuar që ajo gjëja të rregullohet, që të mos e lëmë atë ligjin që të flejë në letër, po që, si me thënë, buxheti i shtetit realisht kaloj drejt për drejti tek të rinjt. Një nga risitë që neve, domethënë, me përpjekjet që kemi bërë si të rinj tek ky ligj, është që domethënë të kalojmë nga një situatë ku neve i japim vetëm grante, si me thënë, organizatave rinore ose organizatave për të rinjt, kemi arritur deri në pikën që vetë të rinjt, përmes këtij organizimi, pra përmes grupeve jo formale rinore, të kenë mundësinë që të aksesojnë fonde të vogla për të bërë ndryshime që potencialisht unë mendoj se mund të jenë edhe të mëdha, sepse janë të mëdha në radh parë për ta si individ, së dyti pastaj për komunitetet domethënë ku ata jetojnë. Ti vetë si një re që siç e përmenda edhe më para, je angazhuar edhe ke sjell kontributin tënd edhe gjithashtu të rinjve dhe të rinjve të tjera për këtë ndryshim. Ose a mendojnë që kemi një përputhje, pra ose më saktë, cila do ishte një këshill, një ide ose një sugjerim në bazë të nevojave që ti ke trajtuar para se të bëhesh ndryshimet në ligj, që të rinjt që do aplikojnë edhe që duan të përfshihen në këto grupe, të kenë parasysh, pra një indici, një ide nga ku të fillojnë, që thotë, ok, kjo tema është me vlerë, ose kjo tema po mundet që në lokalitetin tim, në bashkinë time, në lagjen time, vërtet do merret parasysh edhe do më jepet hapësira që unë ta ndryshoj. Unë do ta nisja me një kritik, me një shqetësim që unë e shikoj flas te bashkëmoshatarët e mi që ndajnë, si me thënë, pozicione të ngjashme me mua ose kanë shqetësime të ngjashme, që të arriti përgjigjen pyetjes tënde. Një nga problemet që ne kemi më së shumti është që kemi tendencën që të punojmë pak tek pull. Pra përgjithsisht është Klajdi, është çun i mrekullueshëm në sensin që ka këtë dije, ka këtë informacion, ka këtë sensin e smyrës publike që do të zhvillojë 1 2 3 4 iniciativa, po përgjithsisht do me thënë limitohet tek vetja vetë dhe thot, okay, thot unë dua këtë ndryshimin, shkoj këtu, i çoj letër filanit, bëj një komunikim me filan fistekun dhe shoh pastaj nëse bëhet, nëse nuk bëhet, unë e bëra timan. Ne duhet ta kapërcejmë pak këtë rrafshin e ngushtë individual të iniciativave dhe do duhet se s'bën që të shkojmë tek bashkëmoshatari jon ngjitur, e t'i bëjmë një pyetje. Ora unë mendoj që neve na shqetëson filan gjë. A të shqetëson vetë ty kjo gjë apo është vetëm problemi im i ngushtë vetjak? Dhe nëse neve shikojmë që neve mundemi të ngrejmë mbi këtë gjë, pra ky shqetësimi i vockët që nuk qenë kaq i vockët, se qenë ka edhe pak i ndarë në mënyrë kolektive, ne aty pastaj do ta kemi shumë më të lehtë pastaj që të ndjekim hapa të tjera. Në këtë lloj sensi unë mendoj që çfarë realisht të rinjve, domethënë veçanërisht atyre që janë për shembull në këshilla vendore rinor, ose atyre që janë në këshill kombëtar të rinis, po jo vetëm këtyre dy kategorive, dhe atyre që aspirojnë të jenë pjesë e këtyre hapësirave, i duhet se s'bën nga ana tjetër që të mos harrojnë fokusin e tyre. Fokusi i tyre nuk duhet të limitohet thjesht në zhvillimin të aktiviteteve sociokulturore për të rinjt. Çfarë mua realisht më shqetëson nga bashkëmoshatarët e mi që i kam pasur mundësinë më së shumti të njoh, domethënë brenda këtyre grupimeve, është që për shkak se domethënë shumica e aktiviteteve që zhvillohen ndonjëherë domethënë lën pas nevoja të paplotësuara, pra për shembull duke qenë se një projekt i caktuar ka një skop të caktuar, do se s'do nevojat e caktuara të mia nuk plotësohen brenda atij projekti dhe unë duhet të përpiqem të gjej hapësira alternative. Atëherë unë nis edhe mbi fokusohem te kjo pjesa e krijimit të hapësirave alternative që do kupton krijimin e më shumë aktiviteteve ose mundësive për domethënë bashkëpunime të rinj. Kjo jo se është diçka e keqe në vetvete, por në momentin kur ti je pjesë e një organi konsultativ, siç është për shembull rasti i Këshillit Kombëtar të Rinisë ose siç është rasti i Këshillit Vendor Rinor, unë mendoj se kjo redukton realisht kapacitetin që ne kemi si të rinj për të sjellë ndryshime më me vlerë. Një i ri që është në Këshillat Vendor Rinor do duhet që ta ngrijë më shumë të zërin për probleme me natyrë infrastrukturore për të rinj, të paktën për shembull në qasjen time. Unë do doja të shikoja më shumë të organizuar për të lobuar që bashkitë e tyre për shembull të krijojnë qendra rinore aty ku nuk ka.
ose për shembull të ndikojnë në mënyrë të tillë që ku ta diun, programe si shkolla qendërkomunitare të funksionojnë më së miri. Pra të shohin se si bashkitë e tyre ose në bashkëpunim me bashkitë e tyre këto lloj programesh të vendosen më së miri në jetë. Ata të duhet që të jenë edhe si një urë lidhse me, si më thënë, gjimnazistit në bashkinë, po themi kot Rrogozhin, edhe kryetarit të bashkisë, po prap në këtë lloj ambienti dhe drejtime. Pra neve do na duhet që në këtë lloj organesh se s'bën të kemi edhe një lloj sensi që te kalon çka na parashikon ligji. Ne ligji nuk na vendos si përfaqësues të rinjve, na vendos si organ konsultativ. Pra që bashkia mund të të konsultohet me ne për një politikë të sajën. Por neve nuk duhet të limitohemi vetëm në kaq. Neve duhet të përpiqemi që t'i diktojmë agjendat bashkive ku jemi, sepse kjo është çfarë do të thënë realisht qenurit aktivist. Pra jo thjesht të presim deri në momentin që bashkia Rrogozhin kujtohet që neve të na thras për këtë mbledhje, por përkundrazi neve me iniciativën tonë, duke qenë se ne e dimë se kë kemi në këtë këshill vendor rinor, të ngrihemi, të çojmë një letër të hapur, të bëjmë një kërkesë zyrtare dhe varësisht nëse mblidhemi apo nuk mblidhemi, gjithsesi ne me qenë aktiv në mënyrë të tillë që këto interesat përbashkëta që kemi t'i çojmë përpara. Kjo është thirrja ime për të rinjt. Është një element që ndoshta mungon ose si them unë, është një element ku të rinjt në mas, ndoshta është paragjykimi im, kanë këtë paragjykimi që unë vërtet mund të dua të përfshihem, dua që të sjell këtë mendim tim që të ndryshohet në ligj, por ndoshta mendojnë që sugjerimi i tyre nuk ka për tu vlerësuar. Nga eksperienca jote, edhe kjo është një hapësirë që edhe të rinjt të tjerë të keni shembull real që si angazhimi i një të reje edhe një grupi vërtet dëgjohet edhe merret në konsiderat. Kështu që nëse mund të japësh një përshkrim që një të ri në çdo bashki që ndodhet mund të frymëzohet. Okej, atëherë unë i bie që do të ndaj me ju eksperiencën që kam patur me pjesën e promovimit të futjes në ligj të grupeve jo formale rinore. Kjo ka qenë një ambicie e imja që në 2023 kur kam pas kandiduar për të qenë pjesë e Këshillit Kombëtar të Rinisë. E thash, unë këtë gjë e dua se s'bën, mirë po kur ishte puna që do ngrija këtë platformën, sepse duke qenë se unë do zgjidhesha nga organizata për të rinj ose rinore, nuk është se bënte shumë sens flas në skopin e organizatave, unë nuk e futa këtë si pikë në platformë, por ama e kisha këtu mbrapa koke që unë këtë gjë bëja rashëvdiqja. Dhe praktikisht ajo që unë bëra gjatë kësaj periudhe ishte e tillë që në fillimisht jam përpjekur të, si më thënë, njihem më mirë me këtë pozicionin që kemi neve si po themi organ këshillimor pranë ministrisë, pra për ta testuar pak më tepër, për ta kuptuar pak më mirë. Po nga ana tjetër unë i vendos edhe një faktor shumë të rëndësishëm, si më thënë, pesh që ka qenë edhe momenti politik. Momenti politik ka qenë ai ku, domethënë, në 2023-2024 nisi puna për rishikimin e ligjit për rinj, njëjtë edhe siç parashikoi në strategjinë kombëtare të rinisë. Prandaj unë i mshoj gjithmonë faktit që të rinj duhet se s'bën të njohin këto dokumenta politik, sepse nga dokumentat politik mund të kapim për shembull momente të caktuara ku, si më thënë, neve një ide të caktuar që duam ta realizojmë e kemi më të bërshme sepse gjithë njerëzit e kanë fokusin aty dhe po kërkojnë ide për këto gjëra. Pra momenti ka rëndësinë e vet. Aso kohë, do të thënë, mënyra se si unë e zgjidha ishte që duke bashkëpunuar me persona të cilat i kisha pjesë të Këshillit Kombëtar të Rinisë, si fillim dërguam një propozim pranë ministrisë në emër të Këshillit Kombëtar të Rinisë. Një set me propozime se si neve mendonim se duhej rishikuar ligji. Pjesës cilës pastaj kam pas përfshirë edhe pjesën e grupeve jo formale rinore, duke u përpjekur të argumentoj me mungesën e fondeve që kanë përgjegjësi për grupet jo formale, nevojën që kjo ka veçanërisht domethënë për bashki më të vogla e tjera e tjera. Por ajo që unë mendoj që pastaj ka qenë puna më fantastike që kemi pas mundësi me bë, ka pas qenë puna që ne kemi pas patur mundësinë me bë me sugjerime aktivitete, e njohim gjithë si grup WhatsApp-i, por nga ana tjetër sot tani është Sinergjia Aktivistësh, cilët unë i përshëndes të gjithë, sepse realisht janë një komunitet, realisht një komunitet të rinj që na e bëjnë jetën më të bukur çdo ditë. Dhe me ftesë të Lilit, e cila ka pasin edhe iniciuesja e këtij grupi, ne morëm si iniciativë për të zhvilluar disa takime drejt për drejti me të rinj, pra për diskutuar domethënë për këtë pjesën e këtyre parashikimeve që ka aktualisht ligji, me testu disa ide të tona. Pra ju vetë si të rinj, keni vajtur të rinjt edhe jeni bërë bashkë për si menon ti ligjin praktikisht. Dhe me feedbackun e të rinjve ne ndërtuam grupe puna. Dhe grupet e punës pastaj i kthyem në propozime të cilat ne ja kemi dërguar pastaj Agjencisë Kombëtare të Rinisë që ti merrte në konsiderat edhe në shqyrtim.
Unë këtë si eksperiencë e veçoj edhe mbi domethënë eksperiencën që kemi patur në Këshill Kombëtar të Rinisë, sepse te Këshilli Kombëtar i Rinisë, unë aty ndjem se kam bërë detyrën. Në sensin domethënë që isha anëtare, turp më vinte nëse unë nuk do të çoja përpara një gjë që, si më thënë, e doja dhe doja vërtet ta shikoja aty për të rinjt. Gjëja më me vlerë që unë mendoj për shembull që ministria ka pas bërë gjatë këtij procesi, ka pas qenë, si më thënë, tryeza format workshopi që zhvilluan gjatë qershorit. Sepse në thelb ajo këtë gjë që ne e bëm me të rinjt për t'i konsultuar, ministria ka bërë përpjekjen e vet në atë drejtim, por bëri edhe përpjekjen me organizatat. Dhe ishte shumë mirë që ti të bashkëpunoj edhe me kolegë të tut, në mënyrë të tillë domethënë që propozimet caktuara që ne kemi për shembull për ligjin, të rrihen aty edhe të shohësh pak edhe debatin, po edhe anën pro edhe anën kundër të asaj gjëje. Ajo ishte shumë eksperiencë ndihmuese për këtë gjë tjetër që ne bëm me grupin e të rinjve me SAN. Ajo ka qenë diçka jashtëzakonisht shumë përmbushse, edhe mbi të gjitha unë mendoj që deri në një farë pike edhe rezultative, sepse fakti që sot neve kemi mundësinë që ta shikojmë në ligj që grupet jo formale rinore u njohën nga një fiksim i një goce 21 vjeçe që unë e dua këtë gjë tek ligji, sepse unë dua më shumë kapacitete, si më thën, financiare për të mbështetur të rinjt. Dhe tani praktikisht ajo gjëja është e shkruar aty. Kuptohet, unë nuk jam i vetmi person që i ka dashur grupet jo formale rinore, ka pasur shumë organizata përpara meje që e kanë ngritur, vetë Agjencia Kombëtare e Rinisë, domethënë ka pasur një lloj vokacioni për atë gjë. Por, si më thënë, të gjitha këto gjëra u bën bashk. U bën bashk. Pra unë u bëra sebeb që të rikthej edhe një herë këtë muhabeti deri në një farë pike, por ama sebebi vetëm nuk mjafton, pra duhet se s'bën me u bë kjo gjëja e dytë. Me i shku ngjitur aty bashkëpunëtarët dhe i thonë ora të shqetëson dhe ty kjo gjë apo vetëm mua. Është ajo gjë që po thoya në fillim. Me më thënë, është një element se duket shumë i vogël, duket një element që nuk ndoshta se marrim në konsiderat ose marrim të mishën pjesa e gjithë përfshirjes, pjesa që edhe unë si i ri, nëse më shqetëson një problematik, duhet të mendoj, ok, po të rinjt e tjerë apo pengohen, apo kufizohen, ose apo ju cënojnë disa të drejta, ose në çdo lloj qasje. Edhe mendoj që kjo ishte një rast, pavarësisht se ndoshta është disi tërthorazi i lidhur me temën, po mendoj që ishte e nevojshme për tu sjellë në vëmendje, sepse vërtet kjo si grupim edhe ky si angazhim ka qenë në Tiranë, por të rinjt nuk janë të tërë Tiranas. Aty kanë përshtypjen që nga Shkodra deri në Saran, pra më thënë shtria gjeografike, përfshirja është besoj 100% pra hapësira që çdo i ri nga cili qytet, cili do fshat ose vend komunitar që jeton, e ka hapësirën që është përfshirë, edhe kanë përshtypje që pikërisht bashkimi bë fuqi, edhe në këtë rast ka sjellur vërtet fryte dhe ka sjellur ndryshime në këtë ligj. Praktikisht, me thënë për këtë pjesën e përfshirjes të rinjve nga rrethet, ne kemi pasur një strategji të mirëfillt, në sensin që veçanërisht për pjesën e grupeve jo formale rinore, duke qenë se ishte, si më thënë, propozim i ri. Nëse kishte parashikime të tjera në ligj që mund të rishikoheshin, për shembull Këshilli Rinor Vendor ose Këshilli Kombëtar i Rinisë, që xha janë edhe hajde të shohim se si mund t'i përmirësojmë. Ky si propozim ishte komplet i ri, në sensin që do duhej edhe ta formuloja, do duhej domethënë edhe të thojë se si përbëhet kjo gjëja, do duhej pastaj edhe të jepje pak a shumë edhe nga vizioni jot në afat gjatë, në sensin për te i ligjit se si mendon ti se supozohet për shembull ku ta di un financimi ti kaloj këtyre grupeve. Dhe për ta rregulluar këtë gjë, për të bërë këtë gjë që pyeta, pra për me shku ai shoku edhe me i thënë ore, shqetëson dhe ty kjo gjëja, aso kohë bashkë me grupin e SAS ne kemi pas bërë një formular pyetësor. E kemi pas shpërndar në gjithë Shqipërinë edhe kemi angazhuar shokë shoqe, flas nga cepi i Maja e Kuksit deri në fund Konispolit, në mënyrë të tillë që ne të kishim mundësinë që të merrnim sa më shumë feedback nga ana të rinjve. Asë kohë arritëm të shkonim deri tek 340 përgjigje, po nëse llogarisim që kjo gjëja ka qenë në një harë kohor për 3-4 ditë, shumë mendoj që ka qenë sukses, pra kemi qullosur në atë drejtim. Mund të kishim marrë edhe pak më tepër, po gjithsesi unë mendoj që kjo gjëja, pra sensi dhe nevoja për të përfshirë të tjerë të pjesë kësaj gjëje është shumë e rëndësishme. Dhe një faktor tjetër që prapë domethënë është shumë i rëndësishëm tek pjesa e kësaj si arritje është që si propozim erdhi edhe me grup të legjitimuar, në sensin domethënë që erdhi si propozim përpara se të vinte përveç nga Këshilli Kombëtar i Rinisë, nga ku e nisëm si fillim. E sollëm edhe përmes grupeve jo formale rinore, siç është
sinergji aktivistësh. Kjo ka ndikimin e vet pastaj. Kam përshtypje që pavarësisht se kemi dhe institucionet, por në momentin që neve presim ndryshimin që prekin jetesën e të gjithë të rinjve, pra 1% goxha të madhe të popullsisë, kam përshtypje që ndoshta edhe vetë institucioni, pavarësisht se sa kapacitete sa të rinj të angazhuar edhe eficient në kontributin e tyre të ketë, kam përshtypje që gjithmonë ka nevojë për më shumë zë, ka nevojë për më shumë individ që angazhohen edhe japin idenë e tyre, japin atë problematikën lokale që të ketë një zgjidhje pastaj kombëtare. Kështu që kam përshtypjen që ndërthurja, besoj ti po përveç më thon institucione dhe të rinj, por edhe me shoqërinë civile, me organizata. Edhe pikërisht tani dua që të nxjerr Jasminën me portofolin e shoqërisë civile, pasi edhe në atë aspekt kemi patur përfshirje, kemi patur inpute, kemi patur ide nga shoqëria civile që si mund të përmirësohet. Nga eksperienca jote, tashmë tani që të lëm si një aktiviste, në kuadrin e shoqërisë civile, si ka qenë eksperienca? Në kuadrin e shoqërisë civile, unë me thënë të drejtën mendoj që çdo i ri do duhet që ta provojë si eksperiencë. Gjithë rinj që kanë vokacion, kuptohet. Kjo sepse në radhë të parë, shoqëria civile duhet parë se s'bën si një platformë e cila në fund të ditës është trampolin në mënyrë të tillë që ti disa objektiva që ke, ti çosh më përpara. Për shembull, edhe për sa i takon pjesës së ligjit, organizatat e shoqërisë civile kanë dhënë kontribut shumë të madh. Në sensin që ne nuk mundemi ta minimizojmë atë si kontribut. Megjithatë, nga ana tjetër, unë gjithsesi jam pa kritike për sektorin ku jam, sepse ndonjëherë mua më duket se pavarësisht se ne kemi një lloj vokacioni të mirë, gjithsesi edhe vetë brenda organizatave rinore dhe për të rinj ka një lloj mungese të ekspertizës në përgjithësi, që gjithsesi e limiton shumë mënyrën se si ne i përqasemi institucioneve, dhe përveç kësaj mungese të kapaciteteve, ndonjëherë agjendat vetjake të secilës organizat ose prioritetet e secilës organizat kanë edhe tendencën që mbi vendosen me qëllimin e përgjithshëm. Për shembull, nëse neve do t'i riktheheshim për shembull momenteve kur kemi pasur tërezën konsultative me organizatat e shoqërisë civile, më ka pas bërë shumë përshtypje që organizata caktuara kam patur domethënë tendencën që aty, pavarësisht se të paktën në syrin tim nuk ishte momenti për ta bërë një gjë të tillë, ishin duke u përpjekur të promovonin, si më thënë, agjendën që ato kishin, në sensin domethënë për më shumë përfshirje të rinjve që gjithsesi është pozitive, por që gjithsesi nga ana tjetër unë mendoj që duhet edhe domethënë neve të jemi të ndërgjegjshëm për limitimet që ka, si më thënë, hapësira ku ne po flasim. Jo çdo lloj tavoline është aty për të zgjidhur çfarëdo lloj problemi, dhe ndonjëherë nga ana organizatave këtë lloj, si më thënë, aftësie për ta kapur këtë lloj vështirësie e shikoj që mungon. Ndoshta edhe nga dëshira e madhe që të përdorin çdo lloj mjeti që kanë për ta promovuar, por gjithsesi ajo ndikon deri në një farë të paktën në prizmin tim, flas si vetë antar e shoqërisë civile, disi negativisht. Po përveç asaj, pastaj nga ana tjetër, fundi ditës organizatat e shoqërisë civile janë një nga mundësuesit thelbësor të punës rinore në vend. Pra, është shumë e vështirë për një aktivist individual që të shkojë dhe të bëjë punë me, si më thënë, me impakt dhe me vlerë, nëse nuk është i asociuar me organizata shoqërisë civile. Unë këtë ditë ta them edhe nga vetja në radh të parë, sepse për shembull edhe aksesi që unë kam patur mundësinë që të kem për shembull në organe konsultative siç ishte Këshilli Kombëtar i Rinisë, nuk ishte për qenë kurrë mundur nëse unë nuk do t'i trokisja në dorë një nga organizatave me të cilat unë bashkëpunoj më shumë dhe të them gjëse unë dua të kandidoj për këtë gjë, a mund të më mbështesësh? Pra në thelb organizatat janë aty dhe janë të gatshme të mbështesin të rinjt, kanë limitimet e tyre, sikurse vetë të rinjt kanë limitimet e tyre, sikurse vetë institucionet kanë limitimet e tyre. Por neve të gjithë bashk, kushdo që e ka veçanërisht vokacion dhe kushdo që është pjesë e sektorit, e ka përborxh me rregullu, e ka përborxh me bë më mirë. Po besoj duhet të ketë, pra duhet të kemi të rinj, duhet të kemi figura që vërtet një organizat, një institucion ose një madje edhe një politikë e caktuar që mund të mbështesi një të ri apo disa të rinj. Pra besoj që sidomos në ato nivele ku në rastin tënd, në rastin konkret jeti Jasmina, pra që ti flet edhe për mua, ti flet edhe për persona që janë duke na ndjekur. Pra është një detyrë që vërtet ka ti do mbështetjen, por nga ana tjetër ke përgjegjësinë pastaj ndoshta disa fish për të dhënë në punën tënde. Kështu që besoj lidhja ose më saktë kjo përfshirja që ti të kesh hapësirën tënde si një re e devotshme, edhe e ndërgjegjshme për kontributin që jep, normalisht duhet të shoqërohet edhe me elemente të tjerë.
Por nëse do bëni një krahasim midis sugjerimeve që kanë qenë në kuadër të rinjve dhe sugjerimeve në kuadër të shoqërisë civile, si mund t'i krahasosh? Ëm, me thënë të drejtën, unë mendoj që ka pas një lloj kohezioni mes propozimeve që kanë ardhur si nga ana e shoqërisë civile, si nga ana e të rinjve. Pra nuk është se kanë pas një situatë që ku ta diun, janë dita me natën ose përplasen shumë me njëra tjetrën. Po normalisht unë mendoj që, domethënë, një nga diferencat kryesore që bëjnë propozimet e hartuara nga persona që e kanë edhe eksperiencën në shoqërinë civile, është edhe se përgjithsisht kanë tendencën që të jenë pak edhe më të fokusuara dhe pak më, si më thënë, teknike, krahasimisht po themi me propozimet e të rinjve. Çfarë mua më ka bërë shumë përshtypje gjatë konsultimeve që ne kemi pas bërë me sinergji aktivistësh përgjatë periudhës, domethënë që neve po përpiqeshim të hartonim setin e propozimeve që do vinin nga grupi jo formal, ishte se përgjithsisht domethënë të rinjt kanë këtë tendencën që ta, si më thënë, ta limitojnë këtë pjesën e transformimeve ligjore, thjesht në nivel domethënë të zhvillimit të aktiviteteve. Kjo vjen drejt për drejti për shkak të një nevoje. Të rinj, për shkak të mungesës të kapaciteteve, realisht i artikulojnë domethënë nevojat e tyre në këtë lloj forme. E kanë shpesh të vështirë që nevojën e tyre ta veshin me një lloj petku të caktuar ligjor ose të vinë me një propozim për shembull se si filan ligj mundet që këtë problemin që hasun të ketë mundësi që ta adresojë. Dhe rrjedhimisht kjo gjëja e bën shumë të vështirë si për organizatat nëse janë duke bërë konsultimet e tyre të pavarura, sikurse unë e di që ka patur organizata domethënë rinore që e kanë bërë këtë lloj gjëje. Ashtu siç e bën të vështirë pastaj edhe për vetë institucionin, sepse vetë ministria për shembull ka pas zhvilluar konsultime me të rinj. Dhe nëse për shembull unë jam duke u përpjekur të rishikoj ligjin për rinin dhe mua më vjen për shembull propozimi që dëgjoj se duhet bën pak më shumë aktivitete në patos, unë nuk mund të shkruaj dot në ligj që duhen bërë më shumë aktivitete në patos. Por ama për shembull, aftësia që neve mund të kultivojmë dhe këtu pastaj duhen organizatat rinore për të rinj që t'i fuqizojnë kapacitetet e të rinjve, këtu duhen vetë të rinj që të jenë pak më ngulmues, është që këtë problemin që un kam, pra që s'ka aktivitete në patos, fjala që bie, ne vetë kemi mundësinë të artikulojmë për shembull në ku ta diun, përcaktime të caktuara ku neve i japim pak më shumë, si më thën, përgjegjësi aktorëve që neve duam që ta angazhohen për këtë lloj drejtime. Po kjo kërkon pak teknik, kjo kërkon pak edukim të mirë, flas edhe nga ana ligjore, kjo kërkon pastaj të ketë edhe një lloj, si më thën, dëshire që ti vërtet i jap përzgjidhje. Në përgjithësi, domethënë, jo se mungon kjo dëshira, po kur zhvishen këto komponentët e tjerë, ndodh pastaj që ne jemi në ujëra shumë të përcipët. Edhe kjo e bën shumë vështirë pastaj realisht angazhimin me domethënie të rijut në zhvillimin e këtyre, po themi, procedurave të reja ose domethënë marrjes mendimit. Pak më lart përmendë pjesën që u bë një letër e hapur edhe për 3-4 ditë pati një angazhim të 340 të rinjve në rang kombëtar. Edhe tani që sapo diskutuam ishte elementi i angazhimit. Si mendon që njëri i çadolli moshe kur të parë një shikon një shembull që po unë vërtet po të angazhohem, kam hapësirën e mjaftueshme që unë të sjell një ndryshim ose të sjell një ide të re. Si mendon që duhet strukturuar, si mendon ose edhe nga eksperjenca jote, cila ka qenë metoda më efektive që ligjbërësit të trajtojnë ty ose antarët e tjerë të grupit si të barabartë? Ne kemi patë edhe fatin e mirë që përgjithsisht, si më thënë, institucionet me të cilat kemi pas të bëjmë, përgjithsisht janë shumë miqësore me të rinjt, në sensin që dëshira ka qenë aty. Pra, ta dëgjojmë atë të rinjun, të marrim më të mirë nga ajo gjëja që ai po përpiqet të thotë dhe ta reflektojmë. Pra, kemi pas edhe këtë spunto shumë pozitive. Por ama, një këshill që unë për vete do ta jepja nga eksperienca për të gjithë të rinj që mund të jenë për shembull në situatën që jo se po përpiqem për shembull të çojmë diçka përpara për rinin, po mund të jetë diçka për shembull në fushën e arsimit ose në fusha të tjera, do duhet se s'bën që kur të jenë domethënë duke shkruar propozimin, të mbajnë parasysh edhe institucionin ku po e çojnë. Pra, nuk mjafton thjesht të shpjegosh në mënyrën më të përsosur të mundshme se cilat janë problemet e tua. Do duhet se s'bën të kesh parasysh domethënë se çfarë nevojash ka institucioni ku ti po e drejton. Mbi çfarë premise po niset ai, pa po e kërkon këtë ndryshimin, dhe do duhet se s'bën që ti të krijosh një lloj ndërlidhje mes propozimit që ti ke dhe nevojave të tyre. Pra, nëse ti identifikon për shembull që X institucion nevojën e tij thelbësore për X çështje për shembull mund ta ketë përvojën X, atëherë ti përpiqesh që propozimin tënd të tregosh se si ky propozim i yt ndikon që kjo përvoja X që neve po flasim të realizohet më së miri. Kështu neve kemi mundësinë që gjasa t'i rrisim që institucionet ta marrin parasysh se çfarë neve jemi duke kërkuar.
Po prandaj dhe unë im shoh jashtëzakonisht shumë fort edhe konceptit të qenurit pak më kolektiv. Sepse nëse unë thjesht do vija për shembull si Jesmina dhe do çoja një letër tek ministria, përshëndetje, uroj që t'jeni mirë, unë do dëshiroja shumë që ju të njihni grupet jo formale rinore, shpresoj që juve ta merrni në konsiderat këtë. Edhe mund të merret parasysh, edhe mund të mos merret parasysh. Por ama nëse neve do të vim këtë gjë dhe do ta çojmë në një kanale të ndryshme, pra do përdorim edhe organizatat, që ato domethënë ta promovojnë dhe ta mbështesin si idenë, aty ku jemi në tryezat në organizatat, do përdorim edhe grupet jo formale që domethënë t'ju shkojë edhe prej tyre pjesa e grupeve, domethënë e propozimit që ne kemi, domethënë që duam ta çojmë në ligj. Nëse do përdorim pastaj edhe të rinjt në përgjithësi, pra të dalim me mbështetje të tjera me radhë, domethënë lidhje me këtë gjë. Ishte një fushat që neve mund ta bënim në kuadër të kësaj gjë, por nuk e bëm për shkak se po shkonte shumë mirë, por domethënë nëse do shikonim që kishte një lloj ngërçi, do shkonim edhe tek ajo pikë, por gjithmonë duhet ky nocioni i kolektives. Nuk mjafton që thjesht ngelemi tek skuta jonë individuale për ta përsosur një propozim që ne kemi, po duhet se s'bën me shkuat i personit të ngjitur. Unë i mshoj shumë personit të ngjitur, ai është shumë i domosdoshëm sepse duke kriju këtë lloj partneritetesh, neve kemi mundësi pastaj që ta çojmë. Kështu që, si më thën, këshilla praktike është që e para ki parasysh çfarë ka nevojë edhe ai institucioni, pra nuk je vetëm ti si variabël ekuacioni, është edhe një tjetër. Dhe përveç kësaj, me u përgatit gjithmonë domethënë që mund të ketë rezistencë. Pra asnjëherë nuk mund të merret e mirëqen, dhe ka edhe diçka tjetër që edhe nëse për shembull fitoret janë të pjesshme, në sensin që neve kemi kërkuar 150 gjëra, po nga këto 150 gjëra janë bërë një, gjithsesi duhet me pat parasysh ai është sukses. Sepse jemi akoma në institucione, jo thjesht në Shqipëri, por në nivel global që domethënë po mësojnë të punojnë me qytetarin. Është, domethënë jemi akoma tek niveli konsultativ, s'kemi arritur akoma tek faza e partnershipit dhe për të shkuar aty duhet durim edhe nga ana e qytetarit, por duhet durim edhe nga ana e institucionit. Po gjithsesi unë mendoj që neve jemi në një lloj rruge të mirë nëse neve do kemi vullnet politik. Mendoj që nuk ka kohë dhe nuk mund ta privojmë veten nga frika që shikoj se gjithsesi unë mund ta bëj gjithë këtë përpjekje dhe asgjë s'do fitoj. Edhe sikur ne mos fitojmë asgjë në terma institucionale, unë mendoj që kemi fituar njëri tjetrin. Pra unë e di që për shembull nga gjithë kjo veprimtari e madhe që kemi bërë me X-in, Y-in dhe Z-in, e di që të nesërmen mund t'i trokas prapë në derë për të bërë një gjë tjetër. Dhe gjasat që gjëja tjetër që unë do bëjmë, po të njëjtët persona, po edhe me një rreth tjetër shumë të madh që e njeh rrugës, janë që ti mund të kesh edhe më shumë sukses. Kështu që asnjëherë nuk është se ka një situatë që domethënë ti ke dështu plotësisht. Kjo është domethënë ftesa ime për të rinjt dhe unë mendoj që neve si më thën zero ne kemi gjithmonë në xhep, në sensin që të mos kesh asnjë nga gjërat që ti dëshiron. Minimalisht mund ta bësh një përpjekje bazike, domethënë që gjëja që ti do me pa tjetër, si ajo puna e llotarisë, në sensin që po se holle llotarin, mos pritet të bjerë, domethënë. Është probabiliteti pastaj është vërtet që absolut që duhet zero. Me thënë drejtën ishte një nëse do ishte një mbyllje ideale, por unë me çdo të ftuar kam një pyetje të fundit që e përsëris me qëllimi për të marrë një tablo se siç u përmend, e mira nuk ka mbarim, edhe gjithmonë idetë na mbështesin për të ecur para. Në qoftë se ti do kishe mundësi përsëri, do kishe hapësirën tënde ekskluzive për të ndryshuar ose për të shtuar diçka te ligji për ritin, çfarë mendon se do ishte ajo? Unë për veten time nuk do shtoja specifikisht, po unë do hiqa një gjë. Tek neni që është për grupet jo formale rinore, është një pikë specifike që domethënë parashikon pak a shumë se si supozohet se jenë grupet jo formale rinore dhe thotë që aty janë të përbëra nga 4 të rinj, të cilët duhet të jenë me vendbanim në të njëjtën bashki. Unë këto kam patur mundësi ta konsultoj edhe me juristët që kanë qenë pjesë e Ministrisë së Rinisë dhe më kanë sugjeruar dhe biles edhe garantuar që gjithsesi kjo pikë nuk është se do t'i limitoj të rinj që t'i krijojnë grupet e tyre, sepse nëse ti bën një deklarim të vendbanimit përkohshëm, për shembull, gjithsesi kjo gjëja mund të zgjidhet. Por duke patur parasysh se çfarë dinamikash reale kemi neve në shoqëri dhe se sa e vështirë mund të jetë për të rinj, për shembull që vinë nga rrethet drejt Tiranës, fjala që bie, për të ndërtuar pastaj më shembull një grup jo formal dhe për të marrë këtë pjesën e vendbanimit përkohshëm, për shkak se si më thën shtëpit me qira përgjithsisht kanë tendencë të mos jenë domethënë të hapura që ata të më thënë të bëjnë këtë kontratën e qira, sepse është pjesa e jo formaliteti që ne kemi shumë të përhapur. Unë këtë pikën vetëm duke ditur se çfarë konteksti që kemi, unë do doja që ta hiqnim. Ta hiqnim sepse mendoj që është limituese dhe nuk është limituese thjesht për bashkinë Tiranë, po e njëjta gjë për shembull mund të jetë edhe për bashkinë Vlorë, mund të jetë edhe për bashkinë Shkodër. Për shembull, nëse si më thën, një student i cili është nga Fusharsi dhe studion bashkinë Shkodër, po gjithsesi është me shtëpi qira, domethënë
në Bashkinë Shkodër dhe atje si më thënë takon 3 shok të vetet nga Bashkia Shkodër, nga Fusharsi, një nga Mirdita dhe një nga një tjetër, por që duan të operojnë në Bashkinë Shkodër. Nëse ky pronari i shtëpisë refuzon praktikisht ta lidhë këtë kontratën me Qiran se nuk do të paguajë detyrimet e veta të taksave, praktikisht këtij të riu i privohet mundësia reale që ai të bëhet pjesë e këtij grupit jo formal. Kuptohet që ka mekanizma të tjerë se si kjo mund të zgjidhet, por unë nuk do doja që të rinj domethënë të përballem me kështu barrierash të kota që vijnë edhe si rezultat domethënë e problemeve të tjera që ne kemi, që janë probleme të mbartura. Kjo është një pikë që unë do doja ta hiqnim. Ama pastaj përveç pjesës domethënë të kësaj pike, unë mendoj që pjesa tjetër e ligjit në përgjithësi është okay. Unë mezi po pres të shikoj se si do të rregullohen pak a shumë VKM të reja për këshillat vendor të rinisë dhe këshillat Këshillin Kombëtar Rinor, sepse ka disa ndryshime aty, edhe në nivelin e numrit të përbërjes, po edhe tek, domethënë, si më thën, kush do të zgjidhet. Rrjedhimisht i bie që do ndryshojë edhe procedura, kam përshtypjen e mënyrës se si do zgjidhen. Kështu që ajo gjithsesi është diçka që ne si të rinj duhet i kemi sy të hapur dhe ta shohim. Na lezeton neve kjo VKM-ja e re apo e duam ndryshe? Njëjtë pasaj sikurse neve do duhet që të jemi me sy të hapur për të parë se si do të, domethënë, ndryshojmë pjesa si do të implementohet pjesa e grupeve jo formale rinore. Në letër ngjan mirë me përjashtim të kësaj pikës këtu që unë sinqerisht e kam me frikë dhe realisht domethënë shpresoj shumë që ne si të rinj t'ja dalim me atë pikën, por duhet të shohim pastaj edhe se si do të vendosen përcaktimet, si do të rregullohet pjesa e programit nismave komunitare. Për pjesën tjetër do duhet që neve të jemi me sy të hapur dhe të shohim domethënë gjitha këto aktet nënligjore që do dalim dhe të jemi alert. Nëse neve për shembull shohim që nuk na pëlqen diçka, ne i trokasim derës ose ne i shkruajmë një email që e gjose këtu. Unë mendoj se kjo gjë mund të bëhet më mirë. Dhe kjo është si më thënë ajo që mund të bëjmë. Kuptohet që këtë punën e më mirë me një shok ngjitur edhe kolektivisht. Po, bashkimi bën fuqi siç e tham. Ishte shumë kënaqësi që të kisha Jasmina, shumë faleminderit për eksperiencën që ndave. Shpresoj që të rinj që do jenë duke dëgjuar të podcast të kenë një iniciativë, të kenë një shkëndij që të kenë të besojnë edhe te vetja e tyre, por edhe të besojnë që duke filluar në komunitetin e tyre, thjesht duke pyetur shokun, shoqen ose një të ri, që cili është ky problemi që na prek të gjithëve, të kemi të startojmë diçka që ndoshta është edhe më e madhe se vetë ne. Shumë faleminderit Jasmina që ishe. Nuk e nëse do që të thuash një fjalë të fundit, një këshill, një sugjerim. Fjala ime e fundit është që, domethënë, atë personin ngjitur që ja kam përmendur gjatë gjithë podcastit, nuk keni detyrë ta pyesni vetëm për probleme, mund ta pyesni edhe për një zgjidhje që doni të propozoni. Por për pjesën tjetër pastaj unë sërish të falenderoj për ftesën edhe shpresoj shumë që të rinjt për çdo lloj gjëje që të kenë, thjesht marrin atë guximin për t'i çuar gjërat përpara. Unë mendoj që ne guximin e kemi me bollëk, thjesht pak më tepër besim te vetja. Faleminderit që na ndoqët. Ky ishte podcasti i radhës nga Qendra Alert në kuadër të projektit Rinia Aktive për politika të qëndrueshme. Mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram, Facebook, LinkedIn, X dhe YouTube. Faleminderit dhe mirupafshim.